Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë problemeve të zemrës dhe diabetit, gjethet e kësaj bime bëjnë mrekulli për shëndetin. Fiku është një frut i shijshëm dhe i ëmbël i familjes botanike ku bëjnë pjesë edhe manat. Fiqt munden që të hahen të freskët, të thatë, të pjekur në furrë ose në zgar. Fiqt shoqërohen nga gjethe me ngjyrë të gjelbër të çelët me një formë shumë të veçantë. Ekspertët i përshkruajnë këto gjethe si të pasura, me vlera ushqyese dhe shëndetësore. Në fakt, gjethet e fikut mund të transformohen në një ushqim të shijshëm dhe plot avantazhe shëndetësore. Këtu ju do të gjeni se përse gjethet e fikut vlen që të konsumohen për shëndet të mirë si edhe sëmundjet në organizëm që ato luftojnë. Diabeti. Sipas të dhënave, ngrënia e gjethteve të fikut ofron një sër përfitime shëndetësore, sidomos kundër diabetit. Nëse një pacient që vuan nga kjo sëmundje konsumon gjethet e fikut, atëherë ju do të vini re një ulje në sasinë e insulinës të nevojshme për organizmin. Në këtë mënyrë, pacienti mundet gjithashtu që të injektojë më pak insulinë, një proces i kushtueshëm i cili zgjat po ashtu në kohë. Gjethet e fikut konsumohen edhe në formën e çajit, por edhe si pjesë e sallatave të ndryshme. Gjethet e fikut ulin gjithashtu edhe nivelin e triglicerideve, yndyrat të cilat janë të akumuluara në organizëm. Ndonse një pjesë e triglicerideve janë të nevojshme për shëndetin dhe funksionet e trupit, një nivel i lartë i tyre gjithashtu rrit ndjeshëm rrezikun e shfaqjes së obezitetit dhe sëmundjeve të zemrës. Vaktet e pasura me gjethe fiku paksojnë gjithashtu këto rreziqe duke ulur edhe nivelin e triglicerideve. Kurat shtëpiake. Gjethet e fikut përdoren në një sër kura shëndetësore të përgatitura në shtëpi. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e këtyre gjetheve kundër kushteve të ndryshme shëndetësore si bronshiti, ashtu edhe ulçera. Çaji i gjetheve të fikut për sëmundje kardiovaskulare. Sipas të dhënave, çaji me gjethe fiku është i dobishëm për problemet tuaja kardiovaskulare dhe njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Si ta përgatisni? Për përgatitjen e këtij çaji ju duhet që të zieni gjethet në ujë për 15 minuta. Mund të përdorni gjethe të njoma por edhe të thata. Në qoftë se ju vuani nga ulçera, duhet që të përtypni dhe të konsumoni 2 gjethe të plota fiku në ditë. Nëse vuani nga bronshiti, duhet që të zieni 3 gjethe fiku. Nëse dëshironi, mundet që ta ëmbëlsoni atë me pak mjalt. Gjithashtu, kur mendojmë për pemën e fikut, shpesh mendja jonë shkon drejt një fruti të ëmbël dhe të shijshëm, i cili është shijuar në kulturat në mbar botën prej shekuj me radhë. Megjithatë, gjethet e fikut shpesh anashkalohen pavarësisht nga grupi i tyre mbretëlënës i përfitimeve shëndetësore. Këto gjethe të thjeshta, të cilat zakonisht hidhen ose shpërfillen, janë gjithashtu të mbushura me lëndë ushqyese dhe me veti medicinale që munden të kenë një ndikim të rëndësishëm në mirëqenien tuaj. Këtu ne do të eksplorojmë përfitimet e jashtëzakonshme shëndetësore të gjetheve të fikut dhe do të ofrojmë një udhëzues të thjeshtë se si ju të përgatisni çajin nga gjethet e fikut, një pije qetësuese dhe përfituese e shëndetit. Gjethet e fikut përmbajnë një lëndë ushqyese thelbësore si vitamina A, B1, B2 dhe ato janë një burim i pasur i fibrave dhe i komponimeve bioaktive, duke përfshirë bioflavonoide dhe polifenolet. Këto element kontribojnë gjithashtu në vetitë e fuqishme antioksiduese, antiinflamatore dhe gjithashtu
antidiabetike të gjeteve. Mbështet kontrollin e sheqerit në gjak. Studimet kanë treguar se gjethet e fikut munden që të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe munden që të ulin edhe nivelin e glukozës në gjak. Konsumimi i rregullt i çajit ose ekstrakteve të gjetheve të fikut mundet që të ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më efektiv të diabetit. Për më tepër, për ata që kërkojnë të humbasin disa kilogram, përfshirja e çajit me gjethe fiku në dietën tuaj munden që të jenë një strategji e natyrshme dhe tepër efektive. Promovon gjithashtu shëndetin kardiovaskular. Gjethet e fikut dihen se ulin nivelin e trigliceridëve në gjak, gjë që është një faktor vendimtar në shëndetin e zemrës. Gjethet ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, ndërsa rrisin nivelin e kolesterolit të mirë duke kontribuar kështu në një shëndet më të mirë kardiovaskular dhe duke reduktuar rrezikun e goditjes në tru dhe sulmeve në zemër. Përmirëson shëndetin e tretjes. Fibra në gjethet e fikut ndihmon në lëvizjen e rregullt të zorrëve dhe mund të lehtësojë edhe kapsllokun. Për më tepër, gjethet e fikut kanë veti antiinflamatore që munden të qetësojnë shqetësimet gastrointestinale, duke i bërë ato të dobishëm për njerëzit me sëmundje si sindroma e zorrës së irrituar. Pirja e çajit nga gjethet e fikut në baza të rregullta mund të jetë një ilaç natyral efektiv për ruajtjen e shëndetit të tretjes. Mbështet shëndetin e kockave dhe lëkurës. Gjethet e fikut përmbajnë kalcium dhe magnez, dy minerale të cilat janë thelbësore për ruajtjen e kockave të forta dhe të shëndetshme. Konsumimi i rregullt i çajit të gjethéve të fikut mundet të ndihmojë edhe në parandalimin e problemeve të cilat janë të lidhura me kockat si osteoporoza, veçanërisht tek të moshuarit, ndërsa ekstraktet e gjethéve të fikut munden që të përdoren gjithashtu në mjetet juridike tradicionale për të trajtuar sëmundjet e lëkurës si për shembull ekzema, psoriasis dhe aknet. Zbut çështjet e frymëmarrjes. Gjethet e fikut janë përdorur tradicionalisht për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes si bronkiti dhe astma. Pirja e çajit nga gjethet e fikut gjatë sezonit të ftohjes dhe gripit mundet të sigurojë pastrimin e mukusit nga mushkëri dhe zbutjen e kollës, si edhe të mbështetë sistemin e përgjithshëm imunitar dhe të mushkërive. Përgatitja e çajit nga gjethet e fikut është një mënyrë tepër e thjeshtë dhe madje shumë efektive për të shijuar përfitimet shëndetësore të gjethéve të fikut. Këtu ju do të gjeni një udhëzues të shpejtë se si ta përgatisni këtë pije qetësuese. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 deri në 3 gjethe fiku të freskëta ose të thata, 2 gota ujë, mjalт ose limon. Lajini mirë gjethet e fikut për të hequr çdo papastërti. Vëreni 2 gota ujë që të ziejnë në një tenxhere. Shtoni gjethet e fikut në ujin e valuar dhe lëreni në zjarr të ngadalt. Lëreni gjethet që të zhyten në ujin e zier për rreth 10 deri në 15 minuta. Kullojeni çajin në një filxhan duke i larguar gjethet. Nëse dëshironi, shtoni mjaltë dhe limon sipas dëshirës. Shijojeni çajin e gjethéve të fikut tuaj të ngrohtë dhe pijeni atë çdo ditë për të përfituar përfitimet e saj maksimale. Promovon shëndetin e mëlçisë. Gjithashtu gjethet e fikut janë treguar se mbështesin shëndetin e mëlçisë duke ndihmuar në detoksifikimin e trupit dhe reduktimin e enzimave të mëlçisë që lidhen me inflamacionin dhe dëmtimin e mëlçisë. Konsumimi i rregullt i çajit të gjethéve të fikut mund të ndihmojë në ruajtjen e funksionit optimal të mëlçisë, veçanërisht tek individët me sëmundje të mëlçisë ose ata të ekspozuar ndaj toksinave dhe ndotësve midisor. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.